Vjolca Shkëmbi është nëna e foshnjës 2 muajshe që humbi jetën pak ditë më parë. Ajo thotë se fëmijën e ka sjellë në jetë si lindje e parakohshme dhe mjekët në Tiranë sipas saj duhet ta mbanin nën kujdesin e tyre për një kohë më të gjatë. Ndodhi me fëmijën tim që fajti kishte shteti, Spitali Tiranës, që e nxori para kohe fëmijën dhe ky ka qenë shkaku që fëmija im vdiq para kohe. Sa ju do bëshe në këtë gjendje që ishte, unë e kuptonja. Sa ju as nuk ante, as nuk pinte. Unë kërkoj nga shteti të marrë masa nga policia të marrë masa për doktorët e Tiranës, që ma vdiqën fëmijën, ata e vdiqën. Edhe doktorët e Korçës që thanë 10 ditë dëshet të mbashe, neve ditën e dytë na thirrën edhe na i dhanë fëmijën para kohe. Edhe bashkëshorti Arben Veshëlliu thotë se fëmija ishte nën kujdesin e tyre, por kjo nuk mjaftoi për shkak të lindjes së parakohshme. Fëmijën tonë me i dhanë për Tiranë. Me i dhanë për Tiranë, duhet të rinde 10 ditë në Korçë. Korçë se mbaj në i dhanë, unë i dhanë shtëpinte, edhe s'po pinte. Korçë më thanë tash pjesë Tiranë. Tiranë kisha më ktheni thash. Ka që, o tash pjemë e shpjemë, e shpura me zxanë djallën, gjerë Tiranë. Kur u kthevan po grades më thanë që djalin varovi, i fermierët e Korçës, nga e sekë nga ishë në to. Lisë mundë, më shkri, po, lindi me probleme fëmija. Jo, nuk kishte gjithë, mbajti një muaj dhe gjysmë në Spital Tirana. Pas gjendjes së rënduar shëndetësore, mjekët e Korçës vendosën të rikthejnë foshnjën për mjekim më të specializuar në pediatrinë e Tiranës, ku dhe ka ndëruar jetë.